brenda rezidencës prej 18 milion dollarëshe të shefit të krimit Gambino, i pastruar në majtë të kodrës Tot, një emër i përshpëritur për tregimet e pushtetit dhe fshehtësisë, qëndron një rezidencë e veshur me kontradikta. Pasportave të tij të ekurta dhe gardeve të zbukuruara, 177 Benedict Road ngrihet si një monument për ambicie, ku korridoret e mermerit bëjnë një unë me fantazmat e epokës më famkeqe të New Yorkut. Kjo ishte kështjella e Paul Big Paul Castellano, bosi i familjes së krimit Gambino, i cili e drejtoi perandorinë e tij me lustrimin e një biznesmeni dhe fuqinë e një doni. Sot ne shohim shtresa dhe një pasurie prej 18 milion dollarëshe, të zhytur në elegancë dhe turp. Hyni brenda, nëse guxoni. Mirë se vini në Luxury Buzz, kanali ku zbulojmë asetet më ekstravagante në botë, stilin e jetës së miliarderëve dhe teknologjinë luksoze të nivelit tjetër. Nëse atmosfera juaj është e mahnitshme, shtypni subscribe, bëni një pëlqim dhe aktivizoni njoftimet, në mënyrë që të mos humbisni kur një zhytje të thellë luksoze. Madhështia jashtme. Pamja e parë nuk është as pak befasuese. Një fasadë e lartë me shtylla ngrihet në pamje, kolona aq madhështore sa i bën një unë në siluetës së shtëpisë së bardhë. Dhe kjo nuk është rastësi. Paul Castellano e projektoi qëllimisht këtë rezidencë për të pasqyruar autoritetin presidencial. Portiku, rruga rrethore dhe shatërvani qendror i zbukuruar nuk ishin vetëm lulëzime arkitekturore, ato ishin një mesazh. Kjo ishte shtëpia e bardhë e Castellanos, e vendosur në mbi 3.2 hektar në majtë të Todd Hill, pika më e lartë natyrore në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në jug të Maine. Kjo pasuri komandon pamjen gjithëpërfshirëse. Në një ditë të kthjellët, ju mund të dalloni urën në Verrazano nga taracat e saj të sipërme, por edhe me lartësinë dhe shtrirjen e saj, privatësia mbetet parësore. Portat e ekura, gardet të dendura dhe peizazhi mjeshtëror e mbulojnë pronën në një izolim të qetë, thelbësore për njeri që vepron në linjat e paqarta midis pushtetit dhe rrezikut. Pjesa jashtme me gur të bardhë, dizajni simetrik dhe balkonet e mëdha i japin asaj një prani madhështore, pothuajse qeveritare. Por kjo nuk është madhështi e ftoftë, është elegancë me peshën, gravitas. Imagjinoni këtë, kafe në mëngjes në tarac, ose bisedat të natës vonë në nyje. Kjo nuk është thjesht një rezidencë, është një mesazh në mermer, fuqia, prestigj, mbrojtja, pasuria e brendshme. Hyni brenda dhe madhështia vetëm sa intensifikohet. Ju përshëndeteni nga një hall i madh mermeri i bardhë, i kurorëzuar nga një lampadar masiv. Dyshemeja shkëlqen si një pasqyrë poshtë këmbëve tuaja, duke reflektuar dritën dhe trashëgimin. Më pas vjen kapaku i shfaqjes, një shkallë ndarë gjithëpërfshirëse, e përkulur lart në dy drejtime, si diçka nga një epik e Hollywoodit. Parmak sofer, parmak prej ekurit punuar, drame pastër kinematografike. Kjo nuk është vetëm një hyrje, është një lëvizje fuqie. Vizioni Castellanos ishte i qartë. Kjo do të ishte të ndiej më shumë si pallat se sa shtëpi. Suita private dhe pajisje luksoze. Në shkallën madhështore, luksi vazhdon. Kjo rezidencë përmban 8 suita gjumi luksoze, secila me banjën e saj të plotë, pjesë e një organizimi mahnitës prej 17 banjosh, të krijuar për ati dhe privatësi të pastër. Kompleti master, një venstërim i gjerë, me gjas, me kraun e vet, i kompletuar me një krevat mbret me 4 postera, sallë pritje dhe pamje nga balkoni mbi pasurinë. Hyni në banjën kryesore dhe ndjeni si në një banjë private, mermer nga dyshemeja deri në tavan, vaske lagur, dush më këmbë dhe pajisje të zbukuruara me arë. Çdo dhomë gjumi kullon një pasuri të qetë, tapiceri mëndafshi, vepra të artit të kuruara dhe garderob të punuar me dorë. Të ftuarit nuk u mirëpritën vetëm, ata ishin të përkëdhelur në luksin e vërtet mafioz të bregut lindor. Dhe kënaqësia nuk u ndal me kaq. I vendosur lart një sallon bukurie private, i kompletuar me pasqyra të ndezura, karrige salloni dhe kabinete të pajisura për rregullim, qoftë për zonjën e shtëpisë, qoftë për vet Castellanon. Asnjë luks nuk ishte shumë i vogël. Në vendin fqinj, një bibliotekë e veshur me panele druri, e veshur me raftet integruar dhe ankoruar nga një tavolinë masive. Imagjinoni Castellanon këtu, letra në dorë, një puro e ndezur, strategji që shpaloset në dritën e artë të llampës. Është më pak një zyrë, më shumë një dhomë pushteti.
argëtim dhe kohë të lirë. Për kohë jo produktive, një kinema e plot në shtëpi me mbështetëse me nivele, një palestër private me sauna, një bodrum vere i kontrolluar nga temperatura me mure guri dhe raftet personalizuara, perfekte për të pritur ose fshehur thesare të cilësisë së mirë. Por xhevairi kurorës, 2 pishina. Në katin e sipërm, një pishinë e brendshme mbështjellë në xham me pamje panoramike. Shi ose shkëlqim, verë ose dimër, ju notoni një intimitet të plot, të rrethuar nga qielli. Më poshtë, një pishinë e jashtme në stil resorti, e përshtatur nga kopshte të zbukuruara, tarac me gur dhe një kuzhinë natyrë, ideale për festa verore, kokteje ose një barbecue familjare të stilit mafioz. Të 4 katet lidhen me një ashensor privat dhe për adhuruesit e makinave, një sallë ekspozite me garazh me 13 makina, e krijuar jo vetëm për ruajtje, por edhe për ekspozim. Mendoni për dyshemet e lëmuara, ndriçimin e theksuar dhe hapësirën për limo, klasike ose flot personale të një donatori. Jo nuk ishte thjesht një shtëpi, ishte një perandori e pavarur. Stili e tezës së një mbret, eleganca takohet me ndikimin. Për te tullave dhe mermerit, kjo rezidencë tregon një histori më të thellë, një histori pushteti, privatësi dhe prestigj të llogaritur. Paul Castellano nuk ishte thjesht një pronar shtëpie, ai ishte bosi bosëve, kreu i familjes së krimit Gambino që sundoi botën e krimit të New Yorkut në fund të viteve 70 dhe në fillim të viteve 80. Edhe ky pallat ishte më shumë se shtëpia e tij. Ishte qendra e tij e komandës, një mjedis ku bashkoi luksin e botës së vjetër me dominimin e qetë. Pas tyre mureve dhe dhomave të veshura me mëndafsh, mbaheshin takime me aksione të larta, jo në domat e pasme me ndriçim të dobët, por gjatë darkave të bukura në sallën e ngrënies të ndriçuar me lampadar, ose shëtitje private në përkopshte të zbukuruara. Marrëveshjet u ndërmjetësuan, besnikëritë e testuara, fuqia e përforcuar. Kjo shtëpi jo vetëm që bëri përshtypje, ajo vërtetua. Qoftë duke mirë pritur togerët e turmës, biznesmen në legjitim apo politikan kureshtar, Castellano e dinte se kushdo që hynte, do ta kuptonte menjëherë, ata po qëndronin në prani të autoritetit. Megjithse ai jetoi këtu për vetëm 5 vjet, legjenda e rrugës së Benediktit 177 duket ende e madhe. Pas vrasjes së tij famkeqe në 1985, një histori për një herë tjetër, pallati kaloi në përduar të ndryshme, u rinovua dhe madje u bë një vend për mbledhjen e fondeve presidenciale. Megjithatë pseudonimi ngeci Shtëpia e Bardhë, trashëgimia e ruajtur. Dekada më vonë, ajo mbetet në listë me shtrenjta në Staten Island, me një çmim rreth $18 milion, jo vetëm për arkitekturën e saj, por për trashëgiminë e ngulitur në muret e saj. Sot është një pronë që ka përcjell historinë e saj. Një ikonë e përjetshme ku eleganca, shektësia dhe fuqia dikur jetonin krah për krah. Dhe edhe tani, duke qëndruar në portat e saj, nuk mund të mos ndjeni jeonën e pranisë së Castellanos. Një monument jo vetëm për luksin, por për ambicien që i dha formë një perandorie. Me përfundimin e turneut ton, ne kemi kaluar më shumë se sa vetëm korridore mermeri dhe holla madhështore. Ne kemi hyrë në një botë ku luksi takohet me trashëgimin dhe ku çdo centimetër i rrugës së Benediktit 177 përshpërit historinë e fuqisë, ambicjes dhe prestigjit të botës së vjetër. Nga fasada e stilit të shtëpisë së bardhë e pishinat private, sallonet e brendshme dhe garazhi i sallës së ekspozimit me 13 makina, kjo rezidencë nuk është thjesht një pronë, është një deklaratë, një kapsulë kohore e pasurisë së viteve 1980, një monument për njeri që u ngjit në majën e perandorisë më famkeqe të New Yorkut dhe ndërtoi një kështjellë rehatie dhe kontrolli, e njohur si Shtëpia e Bardhë e Staten Island. Kjo pronë mbetet një nga rezidencat më ikonike në bregun lindor, një shkrirje e njohurive të krimit, shoqërisë së lartë dhe madhështisë së pafiltruar. Nëse historia, arkitektura dhe atmosfera e kësaj shtëpie ju kanë intriguar po aq sa ne, siguroni që ta falni këtë video. Dhe për më shumë udhëtime kinematografike në për shtëpitë më fantastike në botë, pronat legjendare dhe strehimore të miliarderëve, abonohuni në Luxury Buzz. Shtypni zilen që të mos humbisni kur një histori. Faleminderit për shikimin dhe shihemi në një tjetër. Qëndroni kurioz, qëndroni të frymëzuar, qëndroni luksoz.